Selam aleikum, si të bëhemi të pasur ose të kemi bereqet në risk dhe martesë? Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Do t'i përmend disa shkaqe. Me ju friksu Zotit gjatësisë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i friksohet Allahut, Allahu bën për të rrugdalje dhe furnizon atë ka nuk e pret. Me ju mbështet, me mbështet tek Allahu i lartësuar. Zoti i gjatësisë thot në Kur'an: kush mbështetet tek Allahu i lartësuar, ai mjafton atij. Me kërku falje tek Allahu i lartësuar, me u pendu, sepse kjo është një ndër shkaqet që Zoti i gjatësisë të t'jap mirësi, të të shtoj begati, të t'jap bereqet. Po ashtu me i rujt lidhjet farefisnore. Është shkak që të të shtohet bereqeti, të kesh bereqet dhe të të shtohet risku. Prej shkaqeve është që njeriu me dhon. Unfiq alejk, pra jep të t'jap. Po ashtu prej shkaqeve edhe të martesës është se kush kërkon me rujt nderin e tij, Allahu i lartësuar pra e ndihmon për martesë. Allahu ju rujt.